Unë shpresoj shumë që kjo tërheqje të cilën ka vendosur sot majoranca ta bëj, duke kuptuar gabimin e propozimit që kishte bërë për ngritjen e Këshillit Kombëtar, të jetë e tillë deri në fund, sepse nuk kemi kërkuar dhe përsëris asgjë më shumë se sa t'i lihet opozitës hapësira për të drejtuar një organizëm i cili ka treguar që ka qenë i suksesshëm në këtë format në vende të tjera që sot janë vende anëtare të Bashkimit Evropian, duke ripërmendur rastin e Kroacisë. Të gjitha strukturat e procesit të integrimit evropian në Shqipëri janë ngritur sipas modelit kroat. Dhe jo vetëm që nuk e gjej me vend, por më duket e tepruar dhe një shpikje shumë jo vetëm jo e saktë, por të dashakeqe nga një anë, që sa herë bëhet fjalë për t'i dhënë opozitës një hapësirë që e meriton dhe që e ka gëzuar dhe në vende të tjera në këto stade të procesit të integrimit, në Shqipëri propozohet, qeveria dhe majoranca propozon një model për t'ia kufizuar hapësirën opozitës.